Kryeministri Edi Rama ka zbuluar arsyeën e mbulimit të monumentit të Skënderbeut në Tiranë, i cili prej disa ditësh është i rrethuar me skela. Përmes një postimi në Facebook, Rama shkruan: "Qarkullon një kua këmbgulse në kënetën sociale për psen e mbulimit të monumentit të Skënderbeut në Tiranë dhe formulohen mallkime për tradhti kombëtare." Kryeministri thotë se arsyeja është sepse monumentit po i merren format për realizimin e më pas të një kopjeje të tij, e cila do të vendoset në sheshin Gjergj Kastrioti Skënderbeu në Paris. Kreu i qeverisë shprehet se pas një përpjekje diplomatike të gjatë, Shqipëria ka arritur të marrë miratimin e autoriteteve franceze për të vendosur monumentin e heroit ton kombëtar në një shesh të Parisit me emrin e tij. Funditësh dhe skela do të hiqet, kështu që edhe atletarët zemërtrazuar që llokoçiten në kënetën e kuave do të mund të çmallen me kalin e Skënderbeut dhe do të duhet të gjejnë një tradhti tjetër, përfundoi ai.